1055 kandidat për policë kanë kaluar fazën e parë të konkursit, prej tyre 876 meshkuj dhe 179 femra. Kështu njoftoi ministrja e Brendshme Gordana Enkullovska pa dhënë detaje për numrin e kandidatëve të përkatësive etnike. Por ALSATM mëson se në kuadër të numrit prej 1055 kandidatëve për policë, shqiptar janë vetëm 92, prej tyre 2 femra dhe 90 meshkuj, e cila llogaritur në përqindje nënkupton shifrën prej më pak se 9%. Për të plotësuar norma kushtetuese për përfaqësim të drejtë dhe adekuat për 25%, do të duhet që në fazën e dytë të gjithë 92 kandidatës shqiptar të pranohen. Nëse do të jetë kështu, duhet pritur selektimi final nga ky konkurs për policë. Ndërkohë, sipas ministres së Brendshme, me rëndësi është që në këtë numër ka përfaqësues edhe të bashkësive etnike dhe pret që ky balans të mbetet deri në fund të konkursit. Jankullovska edhe një herë ka potencuar se duhet të respektojnë rregullat e konkursit dhe respektimi dispozitave kushtetuese. Në këtë moment, unë nuk i kam përgjindjet, por në këtë numër prej 1055 kandidat ka përfaqësuese nga të gjitha bashkësitë etnike. Siç mund të shihni, numri është 3 herë më i madh nga numri i policëve që mund ta pranohen në këtë konkurs. Ashtu që edhe deri në fund të konkursit, pres që të mbahet ai balansi i përkatësisë etnike të kandidatëve, pasi u vërtetua se është e drejtë qasja ku me më rëndësi është të plotësohen kushtet ligjore, gjithsesi kriteret e konkursit. Megjithatë, në kuadër të dispozitave kushtetuese, mundet dhe duhet të mbahet llogari edhe për përkatësinë etnike të kandidatëve. Deri në selektimin final, kandidatët duhet të kalojnë edhe faza tjera. Tani fillon faza e dytë që parasheh testim me shkrim, në kuadër të cilit përfshihen testet psikologjike, testi i përgjithshëm arsimor dhe aftësia për të shkruar esej. Pas kësaj faze vijojnë faza tjera si kontrollimi i gjendjes shëndetësore dhe intervistat.